Në një botë ku gjithçka duket normale, ka gjëra që thjesht nuk mund t'i shpjegojmë. Njerëz që zhduken pa gjuhë, fenomene që sfidojnë shkencën, mistere që nuk kanë përgjigje, ose ndoshta kanë, por askush nuk guxon t'i thotë. Sot të zbresim në territorin ku logjika mbaron dhe fillon e panjohura. Poshtë nesh, në mijëra metra ujë, ekziston një botë që nuk e njohim më pak se hënë. Krijesa që prodhojnë dritë vetë, forma jete që jetojnë aty ku presioni mund të shkaktojë çdo makineri. Shkencëtarët kanë zbuluar vetëm 5% të oqeanit. A mendoje se e njihje planetin tënd? Jo. Ti njeh vetëm sipërfaqen. Ka vende në tokë ku kompasi nuk punon, zona ku graviteti vepron ndryshe, ku objektet rrokullisen përpjet dhe koha duket se ecën më ngadalë. Hulumtuesit i quajnë anomali natyrore, por banorët lokal thonë diçka tjetër. Këtu diçka po na vëshkon, dhe në shumë rafse, kafshët e shmangin këto vende, si për instiktin e tyre të tinin diçka që nuk e shohin. Gjatë historisë, mira njerëz janë zhdukur në mënyra që s'kan asnjë shpjegim. Jo rrëmbime, jo tragjedi, jo gjurmë, vetëm heshtje. Rasti më i çuditshëm, një grup eksploruesish që u gjetën të ngrirë në mes të një stuhie, por me shenja paniku të pamundur për t'u shpjeguar. Dokumentet u mbyllën, dosjet u zhdukën, dhe pyetja mbeti pezull. Çfarë i trembi, aq shumë ata, ndërsa ne kërkojmë përgjigje në tokë, hapësira na kujton sa të vegjël jemi. Zhurma të çuditshme nga galaktika të lagta, objekte që lëvizin kundër ligjeve të fizikës, dhe sinjale që përsëriten sikur diku po përpiqet të komunikojë, jo me fjalë, por me kode. Universi është plot me sekrete që presin të zbulohen. Dhe ti, je vetëm në fillim të udhëtimit. Qëndro me ne, sepse ajo që vjen është shumë më e frikshme se çdo gjë që ke dëgjuar deri më tani.